Një konflikt që dyshohet se ka nisur fillimisht në rrjetet sociale mes adoleshentëve përfundoi në sherr masiv mes dy grupeve, përpasoj u plagos me thik një 15 vjeçar. Ngjarja ndodhi në rrugën Laguna e Karavastas në zonën e Ishkënetës në Durrës, ku pas së zënkës në rrjetet sociale adoleshentët kanë lënë takim me njëri tjetrin me pretendimin për t'u sqaruar. Dy adoleshentët kanë shkuar në vendin e takimit bashkë me shok të tjerë dhe pas debateve me tone të ashpra janë përleshur fizikisht mes tyre, si dhe kanë përdorur sende të forta. Gjatë konfliktit, 14 vjeçari me iniciale MK qelloi 4 herë me thik 15 vjeçarin duke e plagosur rënd. Autori i dyshuar u vu në pranga nga policia e Durrësit, ndërsa bëhet me dije se 15 vjeçari i plagosur ndodhet në spitalin rajonal në gjendje të rënd. Momentalisht gjendja e 15 vjeçarit është kritike teksa vazhdon të jetë intubuar në reanimacion. Mjeku Fitim Shini thot se sapo i mituri kanë vërritur në spital është ndërhyrë për të stabilizuar situatën dhe më pas 15 vjeçari është intubuar. Doktor, si është gjendja e pacientit? Atëherë, për momentin pacienti ndodhet në reanimacion intubuar, gjendja vazhdon të jetë rënd dhe shpresojmë që në 24-48 orë të ardhshme të stabilizohet dhe të dalin nga intubimi. Vazhdon të jetë intubuar në reanimacion. Sa plag? Fëmia erdhi në urgjencë me disa plag në regionin e Gjoksit. 4 plag ishin në regionin e Gjoksit, njëra prej të cilave depërtonte zemrën në 2 nivele dhe sigurisht duke shkaktuar atë gjendjen e shokut traumatik me tamponat kardiake. U ndërhyi me njëherë, u lirua zemra dhe gjendja u stabilizua me njëherë, domethënë. Gjendja e tij aktualisht, mësohem që edhe ka marrë gjak, pasi ka pas fundje. Ka marrë në sallë 3 flakon gjak dhe për momentin vazhdon gjendja e rëndë në reanimacion. Shpresojmë që në orët në vazhdim të përmirësohet situata.